Do diskutojmë tani edhe në lidhje me shifrat publikuara nga administrata tatimore në lidhje me plotësimin e deklaratave, ku të punësuarit në total kanë paguar rreth 22 milionë euro tatim shtesë nga plotësimi i divës për 2025. Ne më gjërësirë diskutojmë me zotin Edvin Stefani, ekspert taksar. Zotin Stefani, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Është një shifër, bëhet fjalë për 22 milionë euro tatim shtesë, vetëm nga diva. Një shifër e kënaqshme për administratën, por njëkohësisht për ta lidhur edhe me kulturën e shqiptarëve që duhet mësojnë të paguajnë taksa. Po sigurisht, është pak çështje kulture, çështja e pagimit të taksave dhe kuptohet që ne jemi një vend i cili nuk e kemi pas në një traditë të veçantë në përgjithësi pagesën e taksave dhe ekziston kjo lloj problematike në Shqipëri. Po, do të thosha që nuk janë surpriza këto shifra të cilat vinë, sepse sistemi gjithmonë më shumë po konsolidohet në sensin e marrjes dhe përthithjes së të dhënave dhe shmangjes së evazionit tatimor. Pra, sa më shumë elektronik të përdorim, aq më shumë sistemet janë më të monitoruara dhe aq më pak e mundur është që të bëhet evazioni tatimor. Ky që është një tip tranzicioni i cili ka të bëjë me njerëzit të cilët përpiqen të ambientohen me këtë realitet të ri. Edhe nëse shohim të dhënat e publikuara nga Ministria e Financave për të ardhurat në 3 mujorin e parë të këtij viti, vihet re një shifër rekord nga të ardhurat tatimore, pikërisht tatimin mbi pagën dhe mbi qiran. Kjo, zoti Stefani, ka të bëjë më tepër edhe me aksionet që kanë ndërmarrë administrata tatimore apo agjencitë të tjera kundër informalitetit, apo gjithmonë po zgjerohet baza e atyre që paguajnë? Për mendimin tim ka të bëjë përmirësimi i proceseve elektronike dhe ligji i ri ka sjell një sens të ri të bërjes së punëve dhe e ka formalizuar akoma më shumë bazën e tatueshme. Pra, ligji i ri ka sjell një gjë të tillë. Dhe do të thosha që janë disa faktorë, unë shquaj këtë, por ka dhe faktorë të tjerë. Faktorë të tjerë janë këto që njerëzit po ndërgjegjësojnë gjithmonë më shumë që në qoftë se dikush bën një evazion të vogël për të kaluar të nesërmen, sektori i turizmit për shembull, do të thosha, tani njerëzit po fillojnë të konsolidohen në marrëdhëniet e tyre, po kërkojnë të investojnë dhe kjo ka krijuar një sens pak më pozitiv të pagesës së këtyre detyrimeve. Po kryesisht do t'ia vija arsyeën si shkaktar do të vendosja sistemin më të mirë, më të përmirësuar elektronik. Sërish në lidhje me plotësimin e divës nga qytetarët shqiptar. Në konferencën për media të javës kaluar, Ministri i Financave tha që janë rreth 77.000 ata që kanë riaplikuar më saktë, pasi kanë plotësuar divën për të marrë kompensimin për çdo fëmijë që mund të kenë në kujdestari. Procedura ne kemi diskutuar është e thjesht duhet të krijohet një çështje e re. Por gjithsesi që ky numër të jetë më i lartë, zot Stefani, duhet të ketë më shumë stimuj për qytetarët? Po, është e mundur të përfitojmë dikë i cili ka menduar që nuk ja vlen baraqiran të merret me bërjen e deklarate 6.200 lekë të reja. Është e mundur të ketë njerëz të tillë, megjithatë këto janë gjykime personale. Unë do të shikoja nevojën për të bërë deklaratën, jo vetëm për të përfituar, por edhe për të legalizuar pasurinë. Keni parasysh që gjithmonë më shumë sistemi po formalizohet dhe pasuri e deklaruar do të thotë deklarata të bëra, deklarata personale të bëra. Kjo i vlen çdo kujt që do të bëj një biznes, të cilit i kërkohen nga kanë ardhur këto para dhe justifikimi është pikërisht dokumenti deklarata personale të të ardhurave, por i shërben edhe çdo person i cili në të ardhmen do të do të lëjë një trashëgimi etj. Pra, të gjitha këto janë procese të cilat kanë ndërgjegjësuar individët të cilët duhet të bëjnë pak më shumë pagesa në lidhje me deklaratën personale të ardhura. Ndërkohë, sërish në lidhje me plotësimin e këtyre deklaratave, zoti Stefani, janë dy
nëse nuk gaboj, janë 2 rishikime të asaj deklarate që është bërë deri në fund të marsit për ta korrigjuar. Paralelisht, administrata timore ka nisur një fushat mbase ndërgjegjësuese, po edhe paralajmëruese nëpërmjet emaileve të gjithë qytetarëve që mund të kenë gjeneruar të ardhura në Airbnb dhe në Booking. Mendoni se tashmë edhe ata ka ardhur koha të deklarojnë dhe të mos mendojnë se tatimet nuk i kanë këto dhëna? Po, ka qenë email individual, nëse ka gjithmonë persona të cilët krijojnë të ardhura nga këto dhe në takimet që unë kam bërë personalisht me këta persona, ata ka qenë të surprizuar për faktin se si administrata tatimore ka evidentuar këtë gjë. Administrata e ka të thjesht, mjafton të shohë llogaritë bankare dhe të shohë origjinën e të ardhurave dhe eventualisht krijohet një mundësi për të njoftuar këtë gjë. Njerëzit është punë kulture. Njerëzit duhet të fillojnë ta kuptojnë që në qoftë se paraja shkon në bank, eventualisht ajo është e gjurmueshme nga administrata tatimore. Është informacion të cilët njerëzit nuk e kanë pasur, uroj që ta kenë dhe besoj se ka filluar ta kenë gjithmonë më shumë. Por derisa janë njoftuar me emaile, po nuk kupton që sepse ka qenë njoftim individual, nuk është se ka qenë për të gjithë, pavarësisht se bëjnë apo jo aktivitet në Airbnb apo në Booking. Emaili është çuar atyre që realisht kanë bërë aktivitet. Po, normalisht. Kështu që dhënat po filtrohen. Po, sigurisht që në qoftë se arkëtimet, në qoftë se të ardhurat arkëtohen përmes bankës, eventualisht administrata tatimore e ka këtë mundësi. Por ne duhet kuptojmë diçka që në qoftë se dikush ka mundësinë ta bëjë këtë të ardhur. Pra, i ka ardhur emaili dhe ai nuk e ka bërë deklaratën, ai përsëri ka afat për ta bërë këtë deklaratë, sepse në qoftë se duhet të kuptojmë që të gjithë këta persona të cilët kanë marrë të ardhura nga Booking etj, në pjesën më të madhe të rasteve ju është mbajtur tatimi në burim. Dhe në këtë rast ata mjafton vetëm të bëjnë deklaratën dhe të zbresin tatimin e mbajtur në burim jashtë dhe nuk kanë asnjë lloj problematike. Pra, edhe mbas kësaj kërkesa ata mundet të bëjnë këtë lloj deklarate në kuadrin e pranimit për të marrë një penalitet 3.000 lekë të reja, por të mos të vijësh në situatën në cilën administrata bën rivlerësimin tatimor, llogaritë detyrimin tatimor dhe nuk bën asnjë lloj zbritje të tatimit të cilin është mbajtur në burim. Në këto raste qytetarët duhet të rishikojnë deklaratën, ta korrigjojnë dhe ta deklarojnë. Në të kundërt, Stefani, parashikohet ajo gjoba nëse nuk e rishikojnë deklaratën? Po, nëse nuk e rishikojnë deklaratën, vjen pasaj njoftimi i vlerësimit dhe njoftimet e vlerësimit janë shumë të mëdha për këtë periudhë dhe kjo ka qenë problematika kryesore e deklaratës së këtyre personave të cilët në një mënyrë në një moment caktuar kanë kuptuar që kanë shumë para, kanë vajtur dhe 30-40.000 euro njoftimi i vlerësimit për këta persona, sepse në administratë vepror në bazë ligjit për procedurat tatimore. Çfarë do thotë kjo, Stefani, njoftimi i vlerësimit? Pra, është një shkresë e cila i dërgohet personit në adresën e tij të vendbanimit dhe dhe ligji për procedurat tatimore parashikon një afat kohor në të cilin konsiderohet e marrë ky lloj njoftimi, pavarësisht se ndoshta posteri nuk e ka sjellë ose s'ka pasur mundësi dikush të kontaktojë. Pra, ligji për procedurat e ka mbyllur këtë lloj hapësire. Dhe kjo ka ndodhur në rastet më të zakonshme që ti e ke marrë njoftimin e vlerësimit përmes posterit dhe kuptohet që ke pasur problematika, por në raste të tjera ka ndodhur që personat e kanë kuptuar vetëm kur janë bllokuar llogaritë bankare. Dhe ky është momenti në të cilin ata nuk janë njoftuar, nuk kanë arritur të njoftojnë, marrin njoftim, sepse në këtë mënyrë funksionon ligji për procedurat tatimore. Pavarësisht se ti deklaron një adresë vendbanimi, pavarësisht se nuk arrin realisht ta marrësh njoftimin, konsiderohet i marr njoftimin pas disa ditëve. Dhe bllokohet llogaria. Dhe bllokohen llogaria. Kështu që hapi më i mirë ose zgjidhja më e mirë është që të rishikohet ajo deklaratë, të bëhet ndryshimi. Sigurisht, është e mundur që të bëhet një deklaratë. Në këtë periudhë, në çdo moment mund të bëhen deklaratë. Ata mund të bëjnë deklaratë edhe për vitin 2024, edhe për vitin 2023. Pra, në këtë sens, ribërja e deklaratës nuk një kufizim në kohë. Gjithë problematika qëndron që në momentin që ti ribën deklaratën vetë, ke mundësi të vendosësh, siç e thash, deklaratën tatimin e mbajtur në burim, i cili duhet dokumentuar përmes kërkesave, njoftimeve me email që i drejtohet tyre
ndërmjetësve ndërkombëtar dhe u merret informacioni për tatimet e mbajtura në burim. Këta, zotë Stefani, për aktivitet që mund të kenë bërë 2020-ën, 2022-shin, 2023-shin, gjithmonë flas Airbnb ose në Booking, sepse kemi edhe paqen fiskale për fshirjen e detyrimeve ose ofertat që bëhen zbritje 50% nëse paguhet një pjesë apo paguhet pjesa më e madhe. Ende ne nuk I kemi udhëzimet nga Ministria e Financave, shtojnë do të publikohen shumë shpejt, por gjithsesi kjo kategori përfitojnë. Tani, faljen e detyrimeve tatimore në bazë ligjit e përfitojnë të gjithë ata që kanë njoftime deri në 31 dhjetor 2024. Pra, dikush që ka marrë njoftim vlerësimi sot nga administrata, pavarësisht se I referohet periudhave të kaluara, edhe të vitit 2020 edhe 2015, përsëri këto detyrime tatimore nuk përfshihen në këtë falje. Këtë të jemi të qartë. Së dyti, nëse bëhet fjalë për paqen fiskale, paqja fiskale nuk ka të bëjë me këtë lloj rasti. I referohet kryesisht bizneseve të cilët kanë të bëjnë me rideklarimin e pasuriave financiare. Por edhe kjo mbetet për tu, siç e thatë ju, mbetet për tu saksuar, kohët kanë kaluar, duhet theksojmë që afati ka mbaruar Ministrisë Financave për të bërë udhëzimet përkatëse, ajo është në shkelje në këtë moment. Urojmë që ta zgjidhë sa më shpejt një udhëzim të mundshëm dhe të dalim në konkretizimin e ngjarjes. Në mbledhjen e qeverisë javën e kaluar, ministri tha që do jenë shumë shpejt, por gjithsesi bëhet fjalë për vonesa që mund të shkojnë edhe 5 muaj. Në anën tjetër, edhe në ndjenjën time, edhe nga çfarë kam diskutuar me ata persona që janë prekur, tatimet vjojnë, gjenerojnë gjoba, por ato që normalisht me paqen fiskale duhet ishin falur. Kështu që probleme krijohen. Atëre, edhe njerë po e theksoj, tatimet sot mund të gjenerojnë një njoftim vlerësimi për vitin 2020. Ne duhet kuptojmë që falen njoftimet e vlerësimit, pra shkresa që të ka ardhur nga tatimet, e cila ka ardhur përpara vitit 2024 dhe që është dokumentuar në regjistrat e administratës tatimore, ajo falet. Pra në qoftë kjo nuk pa mundëson administratën që sot ajo të nisi një njoftim vlerësimi për vitin 2022 për shembull, sepse për para 5 viteve nuk nis më dot njoftim vlerësimi, sepse I parashkruhet e drejta për të nisur njoftime, për shembull për jemi në 2026 tani 2020 nuk mund të nisësh dot më njoftim vlerësimi, sepse është mbyllur si periudhë. Ajo mund të nisi nga 2021 deri në këtë moment. Pra 5 vitet e fundit pak a shumë, se nuk duam të hym tek muajt. Po kjo është ideja. Administrata mund të nisi njoftim vlerësimi sot dhe këto nuk janë pjesë e objektit të faljes. Zotë Stefani, gjithashtu, pas përfundimit të këtij procesi për deklarimin si të individëve ashtu edhe të bizneseve, administrata tatimore, gjithmonë në kuadër të përmirësimeve që pritet bëj vit pas viti, ka njoftuar disa ndryshime, cilat janë ato, gjithmonë flasim për deklaratat. Parashikohen disa ndryshime, çfarë synohet rritjes saktësisë dhe transparencës në raportimin fiskal. Po, tani ne duhet të shohim njerëz se çfarë ka ndërmend të bëjë administrata, është mirë në fakt administratat mbaroj këto që kanë në dorë. Ka në shumë gjëra? sensin që po ka, sepse ka ligjet për të cilat nuk kanë nxjerrë udhëzimet. Le të mbarojmë këto dhe urojmë që të rritet sa më shpejt efikasiteti dhe kuptoj që kur të dalin thjeshtime të tilla, administrata të nxjerrë brenda afateve ligjore ligjin, por edhe udhëzimin përkatës. Risia është para plotësimit deklaratës, por këtë kam përshtypjen referohet. Ajo ka qenë. Deklarata ishte thuajse jo gjysmë, po ishte mbi 80% e plotësuar. Ato janë. E vetmja gjë që mund të diskutohet, por që administrata tatimore në gjykimin tim nuk e ka të drejtë, është që ajo eventualisht të përfshi të ardhurat nga banka në deklaratën DIVA, që normalisht nuk është e drejtë. Në qoftë se duhet ecim, në qoftë se bëhet fjalë për këtë gjë. Po është shkelje sepse është të dhënave personale. Është shkelje. Në qoftë se merren të dhëna direkte nga banka dhe automatikisht është shkelje. Gjithsesi, emailët janë shpërndar. Është tjetër gjë emailët. Emailët kanë administratat tatimore rezervon të drejtën që të njoftoj dhe të këshilloj tatim paguese. Pra duhet kemi parasysh që në bazë të ligjit për procedurat tatimore, dy janë rolet e administratës tatimore. Këshillimi dhe rivlerësimi I njoftimit të bërë nga vetë tatim paguesi. Pra administrata tatimore nuk mund të iniciojë detyrimet tatimore
kuptohet, ka nene të veçanta të cilët iniciojnë detyrimet tatimore, por këto janë shumë specifike të cilat në përgjithësi për individi nuk funksionojnë. Këto janë, për shembull, riklasifikimi i përgjegjësisë tatimore për TVSH-n kur ti ke kaluar kufirin dhe që administrata tatimore mund të marrë vendimmarrje të tilla. Në përgjithësi administrata tatimore funksionon në të tilla raste me anën e njoftim vlerësimeve, të cilat i japin mundësinë individit që të ndjekë të gjitha shkallët e mundshme të apelimit. Pra, në qoftë se administrata tatimore i plotëson përmes deklaratës, është duke bërë gabim, por në qoftë se ajo njofton përmes një njoftim vlerësimi, njoftim vlerësimi është një akt administrativ i gjykueshëm në gjykatat me radhë administrative etj. Pra, administrata tatimore ka rolin dhe kufizohet në rolin e administratorit, jo të ekzekutuesit. Një pyetje, zoti Stefani, që e kalova pak më parë, këto dhëna, mund të themi që administrata tatimore po përdor inteligjencën artificiale aktualisht, sepse kam përshtypjen si bën individi gjithë ato verifikime të llogarive nga individëve i kanë të ardhurat. Unë nuk jam në dieni të ndonjë programi të veçantë që ka administrata tatimore, por kam përshtypjen që ndoshta jo në kuadrin e inteligjencës artificiale, sepse nuk kemi nevojë për inteligjencë artificiale, pasi inteligjenca artificiale dedukton çështje të veçanta. Ne jemi thjesht në kuadrin e përpunimit sasior të dhënave, të cilat ofrohen nga programe të veçanta. Administrata tatimore aktualisht e ka një program, e ka pasur gjithmonë programin e përzgjedhjes me risk, i cili është një software i veçantë dhe kuptohet që ky software është përmirësuar dhe ka krijuar mundësi edhe për këtë pjesë, pra janë marrë të dhënat nga banka dhe kuptohet një software jo në kuadrin e inteligjencës artificiale, por në kuadrin e përpunimit sasior të dhënave e ka pasur lehtësisht të mundur të gjenerojë këtë lloj informacioni, por gjithmonë të mbetura dhe duhet të mbeten gjithmonë në kuadrin e një njoftimi të vlerësimit. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Stefani, ka pasur përmirësime ose keni hasur më probleme në lidhje me sistemet e tatimeve, self-care, në disa raste edhe i filling që nuk përgjigjeshin, kishin probleme, ngarkoheshin mbas edhe për shkak të fluksit, tashmë pas publikimit të këtyre deklarata, pas plotësimit të deklaratave, është situata më e mirë? Po ka pasur problematika. Personalisht kam ndeshur problematika të vendosjes tatimit të qeras për ato raste ku nuk është mbajtur tatimi në burim. Pra, një individ i cili ka dhënë me qera një ambient në Vlorë, një turisti të huaj një polaku, s'ka kush janë banë tatimin. Ky është një rast në të cilin deklarata, për shembull, të dhënat e tatimit, në momentin që i thoe ruaj, ajo t'i fshinte, dhe kur i bëje pra i ruante, në momentin që bënd të deklaro tatimin t'a hiqte. Dhe duhet të kaloje nga kontrollosaksin në deklaro pa i dhënë komandën ruaj. Pra, detajet të tilla janë risira, të cilat më ndodhen mua personalisht, pyeta personat të caktuar se si funksionon, dikush e kishe gjetur në këto rastisht mbas. Rastisht, pra. Dhe këto janë problematika që e shoqërojnë problemin. Zgjidhja ishte pikërisht kaq e thjesht, nuk duhet i jepi ruaj të dhënave, por direkt e deklaroi dhe deklarata e merrte. Pra, imagjinoni një person i cili do të paguaj tatimin, se bëhet fjalë për pikërisht për këtë rast, që unë dua të paguaj tatimin për qiranë e dhënë ndaj një turisti dhe sistemi nuk ta mundson sepse formula nuk ekziston. Megjithatë, jo, le të themi që përsëri ka mbetur qasja ndaj zgjidhjes së problematikave mbasi problemi ndodh. Dhe kjo është në fakt deri diku mund të themi një nivel pa aftësie i programuesit. Por problemet janë nga më të shumtat, kemi probleme të tjera. Neni 22 i tatimit për të ardhurat parashikon që ju duhet të keni zbritje tatimore mujore ose vjetore, dhe individ të cilët për shembull kanë pasur të ardhurat të pjesëme vetëm gjatë gjithë vitit, e kanë fituar të drejtën e zbritjes vjetore në të gjithë vitin. Ndërkohë që nuk duhet ndodh kështu. Pra, programi, mënyra e shkrimit të programit, shiko, deklarata e kishte lënë të mundur që ti ta fshije 360.000 lekëshin dhe ta rideklaroje. Mirë, po këtë gjë e bëj unë që kam gjithë jetën që merre me atë një individ i thjesht bie pre e kësaj çështje dhe çfarë ndodh që përfitojnë rimbursime tatimore më të mëdha se ç'duhet. Pra, bëhet fjalë për defekte të cilat
nuk të lënë të paguash, ose defekte të cilat të japin kreditime tatimore më të mëdha se ç'duhet, defekte të cilat uroj që të zgjidhen vitin tjetër dhe zakonisht këto zgjidhen në problematikat në VMC, por kuptohet që duhet të ketë një integrim më të fortë midis IT-ve dhe tatim paguesve. Zoti Stefani, edhe një risi, meqense ishte njoftim i tatimeve, bëhet fjalë që bizneset në sektorin e turizmit dhe në sektorët plotësues turizmit, si transporti, sitet kulturore, dhe bëhet fjalë për bizneset, por edhe për institucionet shtetërore që mund të jenë, që gjenerojnë të ardhurat gjatë këtij sezoni. Deri në fund të këtij muaji janë edhe rreth 26 ditë duhet pajisen me POS-et, point of sale. Mendoni se është një hap i nxituar në këtë moment, duke pasur parasysh shumë faktorë, kostot, që duhet ta vendosë për shembull një autobus apo një sit kulturor i cili pret turist. Tarifat e larta që merr banka e shumë tjera. Po ja të imagjinojmë një rast tjetër, një person i cili ka hapur një agroturizëm ose le të themi një individ i cili jep shtëpinë e tij në male dhe nuk ka internet. Sepse do ta japë me qira për një turist alpin dhe pra problematikat janë të shumta në lidhje me këtë çështje. Dhe unë do të thosha që administrata tatimore në këtë rast, nëse mund të jepet një mendim, është që duhet të marrë qasje favorizuese. Pra, nëse ti vendos POS, atëherë ke këtë lloj tatimi pak më të vogël. Ke një zbritje tatimore. Unë e di që bankat ofrojnë, nëse ti bën për shembull blerjen me kartë, të ofroj 5% zbritje në çdo blerje, të tilla gjëra. Pra, nuk mundet ne ta kufizojmë biznesin. Biznesi, dhe bëhet fjalë për një biznes i cili është një biznes në, sidomos këto në përmale janë në hapat e tyre të parë, në pamundësi. Dhe kuptohet që është e rëndësishme se nuk e hedh poshtë si rëndësi, por kjo duhet merret më shumë me qasje favorizuese se sa qasje shtrënguese dhe të shoqëruara me penalitete dhe gjoba. Ka edhe kosto sepse bankat merr midis 2 dhe 3% të xhiros që bën me atë pajisje, që do thotë nëse krahasojmë me fitimin mund të shkojë shumë tepër, mund të shkojë, nëse supozojmë që fitimi mund të jetë 10% i xhiros, shkon 20-30%. Aksionere bëhet pak a shumë. Nuk është, nuk mendoj që përqindjet e bankave, ne i kemi më të larta, kuptohet, por i kemi goxha të larta, 2% është. Po dakord, por si të qoftë, bëhet fjalë për një proces në të cilin bëhet fjalë për një shërbim shumë të mirë, sepse ne duhet të kuptojmë që bankat në krahun tjetër marrin në të vërtetë të përqindje, por ofrojnë një shërbim shumë të mirë. Një herë në kohë mbaj mend para shumë kohësh, le të themi, nuk po japim vlerën e saktë, dhe unë shkoja në plazh me një çantë me lek. Dhe kjo ishe një stres për mua, ku do t'i leja? Kanë filluar këto hotelet, kanë kasaforta, po sa do, është një stres më veta. Më hyri në dhomë, etj. Ndërkohë që kur jemi me kartë, pra, ne nuk duhet i bim në qafë bankave në këtë. Mund të rishikohet vlera e komisionit, por jo fakti i lehtësisë që ne kemi për të përdorur. Po pra, dhe këtë lehtësi duhet ta perceptojnë dhe administratët tatimore, e cila duhet të thotë që, shiko, në qoftë se ti përdor këtë gjë, nuk e ke tatimin 15%, po e ke tatimin 10% ose 12% dhe 3% e ke më të vogël, ose 10%, në qoftë se ti e përdor këtë gjë. Dhe kuptohet që me kalimin e kohës krijohet avantazhi konkurrues si këtyre mjeteve elektronike të përdorimit. Zoti Stefani, faleminderit që ishit në studio.